Bismillahirrahmanirrahim. Asgjë ndam nuk shkon. Çdo qëllim i sinqert dhe çdo hap në itaatin knatësinë e Allahut ruhet nga Allahu i lartësuar. Mos u pendo për kohën që ke kalu për Allahun tond. Nuri i Allahut do të kthehet tek ti. Lexo me kujdes fjalën e Allahut ku vjen puna e ndryshimit kibles. Allahu thotë: "Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum." Allahu nuk është për humbjen e imanit, besimit tuaj, është për qëllim namazi. Është jashtë çdo mundësie që Allahu ta humb dhe ta çojë ndam veprën, punën tënde. Ta çojë ndam e në humbje besimin e njerëzve të mirë. Kjo është një përgëzim shumë i madh nga Allahu për këdo që Allahu e ka begatu, e ka nderu me besim dhe me fenë islame. Mos u shqetëso, sepse asgjë nga punët e tua nuk ke me i humb Allahu i ruan ato. Allahu mundin ton nuk ta çon poshtë. Si mund tjetë e kundërta kur Allahu është Arham ar-Rahimin, më i mëshirshmi i mëshirshëve. O Allah, faljen tonë e kërkojmë, mëshirën tonë e shpresojmë. Na fal, na mëshiro dhe punë tona na i lehtëso dhe i prano. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.